se edhe socializohet fëmija dhe është shumë e mirë ajo. Po të i pa kushtet tona, për shembull na e dim sa kushton me çun një qerdhe fëmin, që domethënë çaj rrogë që e merr një nanë, ty ka me shku veç me pagu qerdhen edhe me qu me marrë dhe me ble diçka me vesh. Domethënë, automatikisht ti je në minus nëse veç se e krijon një lodhje fizike ma shumë te prindin këtë rast, sepse ka kostot më dhoja. Që kjo është probleme që duhet mu fillu prej zero, se duhen mu bo qerdhe për shembull të shtetit. Jenë qerdhet private që jenë me çmime ekstrem të larta, që nuk të ofron shërbim që duhet, që ajo ka licencën, po ti nuk e ka asnjë prej kushteve thuja që ta mundson ty që mundi që mos me pas dert, me thonë shqip, mos me pas dert që jenë në shtëpi apo tek keq fëmia as po tek. Domethënë që kjo janë problemet tonë. Prej qerdhës, vazhdojmë me nivelin e arsimit tult. Jenë njëta probleme, e tjera. Domethënë kryet fakulteti, edhe hin aplikojnë 200 persona, që shë tha edhe vetë, edhe tash prej që aty në 200 dhe nashta a janë 3 që e meritojnë asjen, edhe në qata 200 hin njoni me intervenim, që mesin këta 3, domethënë, po që to domethënë janë probleme që na po ballafaqohen. Si shoqërinë na nuk kena kaj luftojmë që